Kur erdha sot në zyrë, e fshiva një video që kisha bo sot rreth videos që pa të bo dje që pati edhe vazhdo të ketë kaq shumë reagime, kaq shumë pëlqime dhe shfryrje, sharje, edhe unë për vete i respektoj të gjithë. Edhe ata që mbrojnë socialistët dhe më shajnë mu, më keq se sa fjellori që përdorun, që kam nga urrejtja, nga dhimbja. Por, ore kur armiku, që unë s'kam armiq, por ato me mdojnë mu armiku në tyre, të shanë, kjo do të tërgoj ty që ajo që ka ti përbën, o dhem atyre. Edhe kur ata që ka nevoj për përkrahje, për mbështetje, kur bashkohen me ty, solidarizohen me ty, tregon që ti nuk jenë rrugë të kapume. Po edhe në qenë që për shumë që mund t'jem, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi sa mi gjoka. Rëndësi nuk ka as një protestues i vetëm, as një kundërshtar i vetëm i protestës. Rëndësi ka çfarë kërkon protesta. Protesta më paqësore që kanë hadhë herë në rrusullin toksor, një jetëve, jo në Shqipëri, jo në vendin tonë, por njerëzimi, kudo që të shkosh në kohë, kudo që të shkosh në hapësirë, në gjeografi e kallafin, nuk ka ndodhur kur në jetëve që ne të kishim pas një botë që po na shikon sot me zeli dhe admirim, si shembulli i qytetërimit siç kemi qenë gjithmonë. Vlesër e motra, ne kemi qenë, edhe metëmi të mëdhej, është në genin tonë. Nuk është se lindim një Konstantin një herë, apo një Skënderbej një herë tjetër. Nuk është se lindim një Nën Tereza, ne gjithmonë është trungu aty. Por sot vlezër e motra, sot, shumë njerëz më thonë që unë po kërkoj luftë civile, se u them që nonën, se s'po përdor fjalë këtë rast se jam zyrë dhe do hiqem jo si rrugaç rrugës, por nuk e kënaqet atë zemrën, po shava me gjithë shpirt këto maskarej, këto vemje, që uzurpojnë institucionet tona shtetërore, por ajo që këdesh të them vlezër e motra është se unë po paragjikohem nga ca që unë po kërkoj luftë civile, jo vlezër e motra, kur unë i boj thirrje dhe jo këtyre djemve të ri, por tha zhulcëve të moshës sime, prindrëve dhe gjyshrëve të tyre që i kemi lënë ato vetëm, kur unë i boj thirrje që t'ju aqajmë zorët policëve, jo që se bëjmë detyrën, por kur e kanë një protestues, një fëmijë nën kom, e kanë shtri aty poshtë, edhe vjen një klysh edhe i gjun me shqilba, ajo është aty poshtë, nuk ndodh në botë, nuk e lën asnjë moral, shqiptarët i gjush viktimës poshtë, por nuk e lejon asnjë kod, i asnjë qeveri, asnjë shteti, që të lejoj policinë kur tjetri është jo më rrezik për policinë, jo më rrezik për shtetin, jo më rrezik për shokët, por është poshtë, e të vjerë një legend, një maskara, një krunde, nga mrapa policëve që më hesi zvaranik, e të gjuj me shqilma aty poshtë. Ky është krimi që unë them ti çani zorët këtyre që pikërisht këto mos ndodhin, që pikërisht të vetojmë luftën civile që po kërkon Edi Rama, Taulant Balla, Niko Peleshi, edhe një bido, një shkërdhat
një idiot. Këta janë ato trimat që fshihen mas bajoneteve të ushtrisë, mas uniformeve të policisë dhe përdorin policinë e shtetit për të shtyp protestën që s'është e Sali Berishës, por që është e popullit. Vëllezër e motra, unë nuk i them atyre djemëve dhe vajzëve që janë si lulet në njoma, që dalin e të vritën e të përleshen, por u bëj thirrje atyre që kur dhimbë të shkelin me kongë, fuck you së më dhem shpirti, se nuk duhet me thonë atyre me shkelin me kongë edhe aman lulet për sipër. Atyre vetëm në qoftë se i kërcënohemi, që do ta paguajnë si çeçë, vetëm atëherë evitojmë luftën civile sa ato po përgatiten vëllezër e motra. Unë ju thash juve në vitin që fshiva, edhe pse fshiva, do dalim, mes atyre që me kritikonin janë ca miq që vinë vazhdimisht, edhe bëjnë like siç bëjnë like unë edhe atyre komenteve që më shajnë më kritikojnë, kur mendojnë se ashtu, kur mendojnë se ashtu besojnë. Kur mendoj unë se ajo është besimi i tyre, mjaft që kanë ardhur aty, por një gru Xhemile më duket e kishte emrin, por që nuk e njoh, ndoshta mund ta njoh edhe në person, po e kam harru. Edhe një Beqir Gjergji që unë nuk e njoh, por nga Gjergji ne kemi atje në fshatret e mi ku kam jetu unë, kemi Gjergj. Është fshat i rat. Komshi, po unë e quaj një fshat atë. Edhe duke menduar që mund të jetë nga Rada, unë nuk mundëm dë bëj armiq njerëzit e mi, e vuj për mrena, dhe a i më thoshte, po atje në Amerikë, të dy më thonë, mos i vepron policia. Edhe duke mendu që është një radhësi imi, nuk guxova pastaj ta leje të video, pa ju përgjegjë se më dukesh më pastaj që nuk e çaj kokën, më falni për shprehjen se mërsiten nuk e rujt trapin, çfarë thonë ju. Unë e vras mendjen, unë e vras shpirtin, unë vuj në qoftë njerëzit e mi, fshatarët e mi, adhëtarët e mi. Nuk e kuptojnë fjalën time, nuk e kuptojnë retorikën time ashtu siç them unë. Edhe e kam për detyrë të mos tregohem arrogant me njerëzit e mi, kush jam unë. Pikërisht se unë s'jam askushi, po edhe po t'jem dikushi, unë du t'i respektoj njerëzit e mi. Pavarësisht bindjeve të veta. Edhe më deshta heqet video vetëm që të përgjigjem. Çfarë do të bënte policia? Më thanë më këta, po të ndodhte kjo në Amerikë, që ndodhin çdo ditë. Çdo të bënte Gjermania, po të ndodhte kjo, do hapin depa, thonë këta. Vëllezër e motra, me respekt, unë do të përgjigjem. Aq sa unë njoh si Sami Gjoka. Në radhë parë mu nuk më intereson kur flas me ju Amerika, dhe pse është vendi im, ku këtu do më tretën eshtrat, ku këtu i kam gjithë ata që vinë pas meja, na kam dëbu neve nga Shqipëria. E prap se prap, zemra ime rreth për vendin e juj, për Shqipërinë tuaj. Mu nuk më intereson, po me që më pyetet, çfarë do të ndodhte në Amerikë. Në radhë të parë, vëllezër e motra, nuk ka në Amerikë një qeveri që shet interesat kombëtare, që shet tokat strategjike ku do ja fal kinezëve, po rusëve, po ku të dion. Po të ndodhte kjo, edhe po të ngrihet populli, këtu është edhe Jeramotos populli. Më falni për shprehjen, nuk i pranoni këta botë t'ja shinin anën. Tashi, e zem që demonstruesit në Shqipëri, jo protestuesit, jo ato policia, por demonstruesit, protestuesit, kanë gjujt me domate, ose me vezë, deputetët. Jam dakord deri këtu. Ne nuk e kemi pa. Duhet kemi vitjet eksakta, edhe duhet i analizojmë saktësisht. Nëse kush e nisi dhe kush po, e zem që kanë gjujt protestuesit, ja japim the benefit of the doubt, thonë Amerikanët. Ja japim këtë argument qeverisë edhe ata që mbrojnë qeverinë, që kanë qenë protestuesit ata që e kanë atje në parlament, kanë gjujt me vezë. E zem që kanë ndodhur kjo dhe kanë gjujt, edhe po veza dhe të vret, po veza mund të jetë një shprehje
e lire protestës që jemi kundër jush, po mund të kaluaj edhe vrasi. Edhe e vret tjetër. Edhe policia ka reagu. E zem që kështu është, që nuk ka provoku policia. Problemi është këtu, vëllezër e motra. Policia e zem ka pas të drejtë, edhe polici dhe bojë detyrën e shtetit, detyrën që paguhet, edhe në qoftë përleshen dy protestues mes tyre, do të ndërhyjë policia, është puna e policisë. Po edhe në qoftë se ti i gjunë deputetit, që unë një urej për vdekje dhe nuk i quj deputet, janë protestues, një qytetar, i gjunë, i pret rrugën, policia në të ndërhyjë, e zem që gjitha është kështu. Por ajo që nuk falet, edhe që është vidja virale, është që kur ti e kenën vete atë person që po prishën rendin, po bën një krim, po përdor një dhunë, po përdor forcë, momentin që ti e ke poshtë, ty nuk të lejohet në asnjë mënyrë, në asnjë shtet diktatorial, kriminal, më kriminal se sa jonin që ose ka në një botë, nuk u të zanë. Të vish aty kur je 4-5 policë, keni të bashkë, edhe ai maskaraj, Zvaraniku, vjen nga mrapa policë dhe nuk e gjen vendin se edhe kërkon t'i gjuhë me shqilba që s'ka që me lunet e këmën, si të patët, si të rosët aty në ujë me zirë, lëviz një dhemja, edhe i gjuhën. Kjo është ajo që nuk falet askund bota, boj polici këtë në Amerikë që do të që dalë, se më pytë muaj, miku im mendoj që është nga fshatim, po të ndodhë në Amerikë, ja shinonen policit, e varin për lape policin, edhe kush do që mund të ketë bo policin e qoftë se ai nuk është më kërsnim, por nuk më intereson mu Amerika. Ajo të intereson ty, unë jetoj, ti dhe më bo, kisha një mikun, një mik i madh, dikur në 92-shin vi për herë të parë në Shqipëri, masi isha ratis, edhe u sigurova, më tërgon një mik tjetër imi, që ishte ambasador në Shqipëri, William Ryerson, edhe më thotë që Samiti mund vish në Shqipëri të ashti, se s'ka ma, nuk të në qose dhe vish me pushime, edhe unë vi atje. Edhe më thotë Idrisi, një mik që punon dhe zëri Amerikës, Idris Lamaj, që sa harova kur. Tha ti do të shkosh atje dhe Sami. Edhe do mblidhen fshëtarët e trujt e shtëpia jote, edhe do të pyesin ty dy fjalë, po si je, si kalo si është Amerika, edhe në moment që ti do fillosh të flasësh, për atë që ke pa, për këto 2-3 vjetë që ke qenë këtu, për atë që ti, sa po ti të fillosh të flasësh dy fjalë, do kërsen, tha dha, që skandal ndoshta, as për ti fshatit vetë. Edhe do të tregojnë ty pastaj se si është Amerika, që s'kan qenë kur atje, edhe do të thonë se kështu i ka thonë një çun tezje po çun halle. Kështu janë edhe këta pyesin mund të më tregojnë. Çfarë do të ndodhte në Gjermani, çfarë do të ndodhte në Amerikë. Në radhë parë, neve s'na ruhet trapisht do të ndodhte atje se ne flasim për Shqipërinë tonë. Në radhë dytë, do të ndodhte ajo që polici do ishte arrestuar natë dhe do ishte shkarkuar nga detyra me një herë, por do ishte arrestuar. Në qoftë se videot e shohin ato duke godit një person që sa shmo kërsnim, që është në atë të policëve, ky është ai shtet mizeria dhe vetëm njerëzit e liq, njerëzit e poshtër, dhemjet e përshtirshme mund ta mbrojnë këto, se se mbron shqiptari, edhe si shqiptar mos jetë polic, nuk e gjun njeriu që është viktim poshtë. Kjo është ajo që me shkatran me këta njerëz. E kur i them djemëve dhe vajzëve tona, turp të keni, edhe fuck you nëse kur ju shkelin me kom, ju prapi njërini lulat e tyre, unë këta e them me gjithë shpirt, pikërisht që ti tregoj vendin atyre klyshëve që boni krim me djemët dhe vajzët tona, se ne, atë që boni ju të ne, do t'ja bëjmë juve. Kjo është për të prenu luftën civile moderne, nonën, kush jeni ju se s'po përdor fjalët, por në mënyrë grafike, larg. Kush jeni ju që thoni Sami Gjokës këta, që po kërkon luftën civile, kur unë po e frenoj luftën civile. Lufta civile frenohet në momentin që qeveria nuk duhet më nga populli. Populli është sot, ju thoni, o janë 500.000 po 800.000 që kanë votu për Ramën, po janë dhe 500.000 800.000 që votojnë për Berishën, nonën të dy palëve. Për Berishën,
me që përmenda, kur Berisha do vinte në pushtet, Sami Gjoka shkroi një libër të plot që egërsia e socializmit kapitalist. Që ishin socialist, por me kapitalizëm, egërsia kësaj që po vinte. Një libër të tonë kam shkrujtën për Berisha. Kur unë punoja në departamentin e shtetit këtu, për Foreign Service Institute, që do thotë Instituti i Shërbimeve të Huaja, edhe jep një mësim këtyre që vinin të punonin në ambasadet e tona, qoftë në Tiranë apo në Maqedoni, apo që mbulonin këtë Shqipen, gjuhën Shqipen. Ne bonim, e kam thonë vazhdimisht, vinin aty këto lectures, këta që japin leksione, vinin ishtë ndryshëm. Dikush vinte nga banka botërore, dikush vinte nga departamenti i shtetit, dikush vinte nga kongresi, dikush vinte nga një lob, dikush vinte nga një universitet që njiste historinë, gjeografinë, etnologjinë, që kanë këto marrëdhëniet e popujve të Ballkanit dhe u flisin këtyre të Ballkanit. Edhe kushto që vinte në atë kohë, atje fliste fjalët më të mira për këtë kriminal, Sali Berisha. Si shplasin sot fjalët më të mira për këtë kriminal në parlament evropian, e kam dhavi në parlamentin evropian, Edi Ramën, por këta janë vetëm shkëlqime të rrema, të hipokritëve, të maskareve të spermës sërbe, se pastaj, kur i çor maska, nuk e teshi më kush dhe e kanë shpallë në grada, si kurse nuk e donë më kush të kryshin që keni ju atje, Edi Ramën që dje e kanë propozu këtu në Kongresin Amerikan që të hotohet për herë të parë, të hotohet ai dhe qeveria e tij për krimet që kanë bënë në Shqipëri dhe që po bëjnë në kënd botës me kriminalet me të cilët ata janë lidhur. Vëllezër e motra, unë jam kundër Edi Ramës, kundër Sali Berishës, që i pari apo i dyti kush është Berisha shkatroi, si thonë ju, industrinë e vendit, shkatroi ushtrinë e vendit, i mlodhi parat shqiptarëve në piramidat, shiti detin të grekat, nuk e di o realisua, po jo. Ashtu sikur se jam me këtë klysh, që shiti çdo interes shqiptar, kombëtar, kur i vinte të thikën Kosovës dhe bonte çka doshte Vučići, kur nuk i jepte dorën kryeministrit Kosovës, edhe përqafohesh me Vučićin, këti klyshikuve, që e shet Sazanin ku janë ushtarët, ku janë ushtarakët, si shtash në vitin e parë, që nuk shkojnë ta ekzekutojnë. Një kryeministër tradhtar, një qeveri tradhtare, e përliq edhe bon të domosdoshme puçin e shtetit për të mirën e kombit, që duhet vind t'i heqin qafet i ekzekutojnë. Unë nuk e du ekzekutimin i tyre. Unë du ata të kalbën burgjeve për padrejtësi dhe pesliqet që i kanë bërë Shqipërisë, ta vujnë ditë mas dite deri në pleqëri se kanë bërë krimet njerëzore me kombin shqiptar, si falet Sazani more. Edhe më dalin këta lunatikët që mbrojnë, po është lidh me familjen Trumpi, po në lidh me Perëndimin, po më në lidh me Izraelin. E po sultanin Osmanin që i falet 83 hektar tokë në Vlorë, vetëm 2 ditë pare se të vite Erdoganin në Shqipëri. A keni turp më mizerje? Po ky ka në dole të shi Izraelit apo perëndimor? Ky Sinan Osman Qeleshin e ka ky? A keni turp ju që e mbroni, që fshatarët e Vlorës, si kurse në gjithë Shqipërinë, jo vetëm ato që janë me bindje antisocialiste dhe demokrate, por edhe ato që janë socialistë vetë që s'kan lidhje me të mëdhejt në pushtet, nuk kanë marrë tokët e veta, kur vjen e ju a falin sultaneve që na kanë kaliru nënën për 500 vjet, i tokët e tona, edhe ju e mbroni këtë maskara, edhe ju thoni që po kërkon luftë civile. Luftën civile e kërkon ai që nuk ikën, se ku ngrihet rinia, që s'ka parti, atëherë është ngrit popull, edhe si kur një person i vetëm tjetë ai, edhe si kur vetëm një njeri tjetë ai, sa ko që nuk
përfaqëson asnjërin parti as tjetrën. Ai është populli. Jo Bejdegjit, e Vjeshëgjit se s'ka shkrimtar, nuk ka artist, nuk ka poet, nuk ka muzikant, nuk ka njëri të artit që zgjedh një parti e dal kundër popullit. Vetëm vëmjet, siç janë këto që na kanë mush kanale televizive, shiheni, shkoni ke ky kanal televiziv Top Channel shafon. Vlesër e motra. Eufemizmi thash për para që po më kujtohen tashti, që përdorin ata është turp sham. Eufemizm është ta ulësh, ta zhvlefsosh, t'ja heqësh vlera diçkaje, duke bo sikur s'ka asgjë. Për shembull, dalin këta dhe thonë, i bon vërejtjen e Evropë Edi Ramës për keq qeverisjen, ose është ngrit popullin kom për keq qeverisjen e nënës sate, kryshkurve. Hiqe eufemizmin, fol me të vërtet. Çfarë ndodh, ne nuk jemi kundër keq qeverisjes. Ne jemi kundër krimit, kundër vjedhjes, kundër shitjes së çdo gjoje tonën. E kujtja shesin për karrikët e vete, shesin kombin, shesin tokat, shesin sazanin. Sa e sa tokat tja, 80 hektar tokë një artisti filmash turk, para se të vi Erdogani. Vlezër e motra, keq qeverisja është një lloj, edhe më falni për ato që dëgjojnë vitin që fshiva, në qoftë se kontarja jonë los futboll me Islandën, edhe hum se bën një lojë të keqe. Këtu ka kritika për lojën e keqe. Unë e kuptoj, për lojën e keqe u kritikun, por në qoftë se vërtetohet që Duka, Tranieri, edhe ato 5-6 futbollistët, për shembull Hysaj, ishin pagu me pare në dorë që ta shisnin ndeshjen, këtu s'është lojë e keqe më klysh kurve, këto zvarranikët e Top Channels. Për keq qeverisjen, nuk është keq qeverisje. Qeveria mund qeveris keq. Sa që ka pas mundësi, nuk janë ekspertët më të aftë që kemi zjell, për shembull, nuk është objektiv, që është një plan që mund të ishte më mirë, për shembull, të bëjmë hidrocentralin përpara, që të kemi ujë, apo të bëjmë një fabrikë, për shembull, që të kemi këtë. Këta janë qeverisje të keqe kur nuk ka ekspert, ose të diskutojmë problemin çam sot, edhe nuk na le Greqia fjala vetë të hymë në Evropë, apo të mbyllim syt sa të hymë në Evropë dhe pastaj ta diskutojmë problemin çam. Këta janë, mund të jenë veprime jo të sakta, keq qeverisje. Edhe nuk janë armiqësi, por është keq qeverisje që një tjetër do kishte një qeverisi më të mirë. Po të thush për në këto momente që bën këtë Top Channel, si thon kanal Top Channel, që thë, i folën Ramës, po e kundërshtojnë Ramën, e pyetën për keq qeverisjen e nënës sate Zagar. Sa janë të gjithë të poshtër, janë të gjithë maskarej. Vlezër e motra, sot dita e dytë, apo e parë mos dhunës që ato përdoren, çdo kanal televiziv, çdo gazetar, duhet kishte rolin e detektivit, që do të kërkonin me kujdes me imësi çdo video, si ndodhi protesta, që kaloi në dhunë gjoja, kush e keq përdori dhunën përpara, kush e provokoi. Çdo gazetare ka për detyrë të vepër shpatlla për muri, qeverinë pushtet, edhe jo të boj ata t'i laj bëthën Edi Ramës, e t'i lëpi me labë, si shbëjnë këto maskaret që shafun, se mund t'jenë kështret midjes, të Top Channelet. Kështu ju përgjigj, thonë ata, Edi Rama, një gazetare të Rai Unot, nuk jep pyetjen e gazetarit, që është gazetar vetë, kjo shkordhate, kjo klyshkurve, po japim përgjigjet sikur këta janë zëdhënësit e kryeministrit.
këto maskarej, që është kjo lloj gazeteria, po saqi, vëllezër e motra. Unë jam me protestën, por unë natin e kam, me zhulcët e moshës sime, me ne prindrit dhe gjyshrit e tyre, me ju maskarej, me ju idiot, me ju të poshtë që me dëgjoni mu, edhe që rrini në për kafene, edhe boni mu e bet për dit, edhe qaheni për dit nga qeveria, se jo s'na bon këtë, s'na bon atë, edhe nuk shkoni e të merrni sfuqët, ku ja rrafin djemë të vajza, apo një për të mesët, apo fëmijët e kalamojve, të çunit gjajtë që ku të diu popullin e juj, more. Ajo thash është zemra protesta, është zemra e kombit, është e vogël, por zemra që mban kombin, edhe duhet mbrojt, si që mbron ka fazi kraharorit zemrën, ne nuk duhet lejoj, more, na pregi njëri ato fëmijë, ato lulet shnetshme, ata që po na tregojnë neve para botës se shpopull i madh jemi ne, ata që kërkojnë paqe dhe sot e kësa dite kur djej shkelen me kom, këto po përgatiten për luftë civile, këto se ky është pelivan, ju thashën Gjuve Edi Rama. Edi Rama nuk është aq budall, natyrisht që është skizofren, natyrisht që është lunatik, natyrisht që është smum psiqik, por është djallë, se nuk ka njëri tjetë i metë dhe të flasë edhe italisht, edhe frëngjisht, edhe anglisht, edhe shqipet që pillin e nonës flet ai. Ai nuk është budall, është i poshtër, ai është i ligë dhe është skizofren, edhe vjen nga familje Maskarejsh, vjen nga familje Kristaq Ramos, kështu më duket e ka pasjati, që i madhe i vogël flet me urrëtiet, me apo edhe ky vet, se kanë qitë pësliqe edhe familjare, që s'du të mere me ato, se s'është ditë dhe nuk do t'i pëlqejë tyre të largohemi nga kjo pisliku i tyre, se ka pas qeveria partia komuniste, ka pas njerëz maskaret poshtë, sikur se ka pas edhe njerëz të mrekullueshëm. Ashtu si kemi pas edhe ne në çdo fisë, në çdo lagje, maskarej që kanë shpenzuar dhe kanë spionu edhe vllajën e vet. Por vëllezër e motra, ai është i lik, ai është maskara. Edhe këto skizofrenet, këto të poshtrit, këto të morin qak, këto të rjepin për së gjalli, që të kënaqen duke torturu. Këto të bojnë këto si që ka bon në sytë e komunistëve. Ai kush ishte ai Klyshi që vinte nga partia e Titos, i merrnin, i kapnin çfarë mëra, shqiptarët e vet që ishin me bindje tjera, për shembull të legalitetit dhe të ballit, u hiqnin mishin, i mësonte si torturonte serbi, vëllezërit e vet shqiptarë, edhe merrnin një fije bari, u hiqnin mishin ke koskë dhe e preknin koskën, llogaritë se kushja, këto janë ato klysha që vazhdojnë. Se shkon ai dje në Gjermania, Edi Rama, ky shkërdhata, më falni vëllezër e motra, që nuk mundëm të tham fjalë tjetër, ky pederasti i ndyr, ky shkërdhata, shkoi në Gjermani, edhe çfarë tha atje 2 ditë përpara se të fillojnë dhunën? Tha që ka qenë protesta e mirë, e lekëve, e këtyre, që quhen këto, flamingo, e lekëve, por tash degradoi derinone që ditën e parë ke thonë që këta janë agjentës serbëve, por kjo ishte para pregatitja që po munohesh me përdor dhunën, siç po flisin këto, Bido, edhe Balla, edhe ky Peleshi që flisin parlament, po bonin thirrje për dhunën, këta janë hapet e para, vëllezër e motra, shantazhet që i bën protestës, këto kujtojnë se do të shujnë protestën, po këto po ja qinonën vetës, për arsye se pikërisht dje, në Kongresin Amerikan, është propozuar për herë të parë, hetimi i Ramës dhe i qeverisë Rama, për krimet që kanë bërë. Sot për herë të parë, ka dalë ambasada amerikane me njoftim dhe i bën thirrje në shtetësve të vet, kryesisht shqiptar, që kanë nështëtësi amerikane, të shmangën nga protesta, se protesta po rritet. Që ojnë me kujdes këta. Këta janë kode. Protesta po rritet, por jeta juj është në rrezik. Jo nga protestuesit. Protestuesit nuk nrafin njerëzit po i bashkohen protestës, po tregojnë se kemi një shtet fashist,
po e distancon pikrisht vetën Amerika nga kjo, se po e ndjejnë ata. Këto po e ndjejnë, po e shofin që me këto që bon dje, këto maskare, këto klysh kanë kalu çdo mas, nuk pranon asnjë lloj shteti demokratik që të shofi një polici fashiste që kur e ketë tjetrin nën vete, pavarësisht që ai mund të ketë marrë koburën me vra Tauland Ballën apo me vra bitën që hakun do të kishte bë, megjithëse unë duhet të shoh në përburgje edhe vram, mos i të shohin ata kur t'ja marrin pronat. Po edhe sikur me koburët kishte qenë, nuk lejon ty as një vend i botës, as një ligj shqiptar apo ndërkombëtar i çdo shteti që kur personi është në tokë, i rrethuar me 4-5 policë, që nuk është më kërcënim nga njëri të vishti si zgjebe të gjush me shqel një, që vetëm shqiptarës mund tjetë kë zgjebe. Por vlezër e motra, unë problemin e kam të ashti me ushtrin, me oficerët ato oficerë që janë të ushtrisë. Mos lejon gjakderdhjen. Edi Rama duhet kishte hik edhe në qoftë se është i vetëdijshëm që s'ka bos gjë gabim, edhe në qoftë me skizofrenlikun dhe mangësit mendore që ka mendon se po t'ja pali tokët shqiptare botës se i po bën mirë, dhe sikur të mendoj me ata halucionet e veta, në momentin që populli është ngrit, edhe nuk është Partia Demokratike e Sali Berishës, nuk por është populli që është ngrit. Edhe sikur vetëm një kësht jetë ai popull, ai duhet kishte po ndërheqjen pikërisht në qoftë donte kombin i cili e ka zgjedh këtë qen kryeministër disa herë në qoftë ka zgjedh. Si qiku kryeministri britanik, thjesht që mos krijonte porçarje apo dobësonte partinë e vet, këto nuk ikin. Për arsye se këta kanë kërime njerëzore që kanë bërë që s'mund t'i mbrojë as bota, do t'i dënoj edhe as Shqipëria. Edhe këta duan të zgjasin aty, të zgjasin me fsheprovat spaku. Me qoftë se thashën ushtria nuk ndërhyn, t'i ekzekutoj këto me i herë. Për ta mbrojtë Shqipërinë që mos shkojë në luftë civile, atëherë ku janë gjykatët? Ku është kë shkërdhata, kë kurva, bega presidenti, nuk ka ndoshta fuqi, por të dali, që t'i bëj thirrje parlamentit të dorëzojnë mandatet me një herë. Mos ketë më qeveri këto që janë zgjell nga lapsi i Sali Berishës dhe lapsi i Ramës, të dorëzojnë të dhemje këto kurva. T'i bëj thirrje, pavarësisht që ato nuk e dorëzojnë. Pse s'del kë shkërdhati bëj thirrje parlamentit që për të vetu një gjakderdhje dhe një luftë civile, do të bëjmë tash me një herë për kombin për cilën ju shërbeni gjoja si parlamentare do potet, dorëzoni mandatet, bjen qeveria. Ti bëj thirrje Edi Ramës që në interes të popullit që ka zgjedh 3-4 herë, edhe nëse se ka zgjedh i ka vjedh, edhe që ndoshta ai ka shërbyer si kryeministër, të bëj ndërheqje me herë, që shpëtoj gjakderdhjen e atij populli, ti bëj thirrje Partisë Socialiste të kryshëre, që ta dëgjojnë Ramën, që të lej karrikat. Ku janë këta? Edhe në qoftë se nuk bëhet realitet dhe askush nuk beganis bega e ka për detyrë ta bëj këtë thirrje. Sot, kë shkardhat, kë korë, gjykatët e tona, unë nuk e di gjykata kushtetuese se s'mor vesh nga ligjet sa shtep për e vështirë të vish në majën në kulmin e kësaj që munden gjykatat ta arrestojnë Edi Ramën tash që është kryeministër, por në raste flagrante kur është e qartë që këtu ka tradhti kombëtare, edhe kur është e qartë që qëndrimi me kaprocitet, me arrogancë, me çdo forcë, mënyrë për të ne të mbështet do të çojnë gjakderdhja, unë kam mendimin që gjykata do të shikojë nëse ekziston mënyra që të arrestojnë spaku. Nuk besojnë që spaku duhet edhe është në kontrollin e gjykatëve të tjera, por në qoftë se është dhe s'është, spaku e ka për detyrë në këto momente, sidomos tashti që edhe në këto ditë kur por flitet për korrupsionet e shkallëve të paimagjinueshme, me tokët, me pronët, me falsifikimet, del edhe 2 ditë tashti gjatë protesteve, pare se të vijë Erdogani,
i jepet një turgu 80 hektar tokë në Vlorë, Spaku, Spaku duhet morë përpara, duhet tjek, jo institucionet. Kur, unë nuk du një vezë, një domate, gjuhet mbi institucionet tona. Është pa falshme një rrugaqëri e tillë, dhune, por mbi ata që uzurpojnë. Spaku sot duhet sekustroj më herë të gjitha dokumentet e çdo lloji kadastre apo hipoteke. Duhet i myllë për një vit, të mos lejoj as një lloj dhënie, kontrate, apo tapije, apo certifikate, për arsye se është një shtet i mbyllur në korrupsion. Duhet të merren të gjitha nën që quhen not kompetencët, nën atë mbikëqyrjen të bëhen pronë e Spakut. Ne kemi jetu 38 vjet pa i marrë pronët. Jetojmë edhe një vit të dy. Duhet pezullohen këto me njëherë, për shembull të gjihet deri në kohën e Turkut këto 80 dylym tokë, 80 hektar tokë, i bën 800 dylym, që janë dhënë këtij Turkut. Kush ka qenë pronari i fundit që figuron? Edhe kush është pronari i parë që mund të gjejmë që nga koha turke, dhe si janë falsifiku këto dokumenta që dhind këtu sot e t'i falen këti turku. Kështu janë plot pronët të tjera. Spaku duhet ndërhyj me një herë, se po bëhet kasaphan me dokumentacionin. Vëllezër e motra, kjo është ajo që unë kërkoj. Kjo është ajo që bëj thirrje. Kjo është ajo që unë lutem, nuk ka nevojë protestuesit se thonë, po folti mirë nga Ballkani, në Amerikë, nga Ballkani shpistate, apo nga zyra këtu ku çeke. Po hajde fol para protestuesve. Protestuesit nuk kanë nevojë për folje si Sami Gjoka. Ato po flasin shumë më mirë se Sami Gjoka, po flasin me ato parullat, po flasin me ato brohërimet, po flasin Brandenburg, Salenburg. Ato nuk kanë nevojë për fjalën time, ato ka nevojë për videot e mia, e videot e Yllit Çela, si ka kë, apo videot e atij Kreshnikut. Këto ka nevojë për çdo person me maskare që jeni, vetëm boni virale, rrafjen e policit për shembull, atij të djalit, atij fëmijës që e kanë rrethu këto dhe e shkelin me kam, vjen ky polici, bojini, nuk ju kushton asgjë, se kur e bën virale, atëherë është e pa diskutueshme që kërkon reagimin e qeverive perëndimore, siç bëni me ambasadën sot, siç bëni me Kongresin Amerikan sot, edhe siç po bën çdo ditë më shumë në Evropë, që po i çirret maska ti klyshi e këtij kurve. Sami Gjoka ju përshëndet.